Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Sonde do të flasim për filat e rrëzimit apo përmbysjes së ish sistemit jugosllav edhe posaçërisht të zhvillimit shqiptare që ndodhen, që nga fillimet e përfundimit të luftës së dytë botërore e më pas patjet pothuajse në çdo dekadë zhvillimin nga shqiptarët që nuk u ndalën deri në luftën e ushtrisë kombëtare të Kosovës dhe pavarësinë e saj. Për të diskutuar lidhur me këtë ngjarje historike, kemi të ftuar veprimtarin dhe aktivistin Ismet Sulejmani. Përshëndetje zoti Sulejmani, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, faleminderit për këtë. Keni qenë aktivist, veprimtar i kahmëtshëm dhe veprimtar që s'ini ndalur asnjëherë. Keni ndjekur zhvillimit, keni qenë pjesëmarrës i këtyre zhvillimeve. Si e keni pa kontekstin historik të shqiptarëve pas luftës së dytë botërore e deri tek lufta ushtrisë kombëtare të Kosovës? Është periudhë e gjatë me zhvillim dinamik të gjerë, por cilat janë ato ngjarje që do t'i veçani ju? Edhe njëherë faleminderit për ftesën. Pyetja juaj është shumë e gjerë. Don kohë edhe një analizë, por në pika të shkurtra, në pjesë të trasha apo të rëndësishme, lufta për liri e popullit shqiptar, që pas përfundimit të luftës dytë botërore, kur është tradhtuar nga regjimi i ish Jugosllavisë, ka pas një trajtore, një zhvillim të admirueshëm, por edhe të rëndë për popullin e periudhave të organizuara. E bëra me qëllim këtë periudhë historike për faktin që janë të lidhur ngjarjet dhe personazhet që kanë mbajtur gjallë pishtarin e lirisë të veprimtarëve të tillë, cili ka qenë konteksti historik deri shpallja e autonomisë e vitit 1974 dhe hapja e Universitetit Shqiptar në Kosovë, po mendoj. Ndërsa si unë jam i fshatit Cërnic, komuna e Gjilonit. Domethënë, vi nga një fshat që luftës për liri të popullit shqiptar ja ka dhënë një nga emrat më të dëgjuar Ramiz Cërnica. Ramiz Cërnica ka qenë pjesëmarrës i kuvendit të Prizrenit me 8, 9 dhe 10 korrik që është mbajtur në Prizren, 1945. Dhe ai ka qenë deputet, delegat, dhe e ka mbajtur qëndrim të hapur. E ka deklaruar botërisht që Kosova duhet t'i bashkohet Shqipërisë, ashtu që kanë qenë rezolucionet e mbledhjes të konferencës të Bojanit, dhe pastaj është përsekutuar, ka mbajtur vitet e tëra burg, dhe ai ka qenë brumin i dashurisë dhe i mbjelljes se asaj dashurie që ne s'kemi pushuar kur, jemi angazhuar në mënyrë permanente. Ndërka që pyetja që e shtrua tash në ndërkohë për stazat apo hollkat e ngritjes të drejtave tona, të ecjes përpara. Unë nuk i takoj asaj gjenerati, jam gjenerat më e re. Domethënë ne kam filluar luftën organizuar aktive, politike, ilegale 1986 e këndej. Di nga historia sikur që dim ne të gjithë, po jemi vazhdimësi aty në përpjekje, aty në grupeve, aty në adhetarëve e strukturave ilegale që kanë vepruar për lirinë dhe shtirimin, për daljen nga zgjedhja pushtuese serbe. Megjithatë, çdo aktivist, çdo veprimtar ka pas një motiv, siç e përmendet Ramiz Cërnicën, po ashtu ka qenë Metosh Krasniqi, Adem Demoqi, figura të shumta në periudha të ndryshme që kanë mbajtur gjallë këtë veprimtarinë dhe motivin e çdo aktivisti. Çfarë ju ka frymëzuar juve në këtë drejtim dhe sa keni mundur të shkoni rrugës së paraardhësve të veprimtarëve çështës kombëtare në Kosovë?
Unë përmenda Ramis Sërnicën, ndërkohë që pjesë e brumit tim, përmbajtjes time, e angazhimit tim konkret dhe në vazhdimsi nuk ka qenë vetëm Ramis Sërnica. Unë kam thënë edhe rastet të tjera, besoj që nuk është e tepër nëse përsëris edhe përpara shikuesve të televizionit tuaj, që unë i takoj një fshat e një familje të dojve, po dhe të familjes time, që janë marrë me luftë të organizuar aktive, politike, patriotike, ahdetare. Është Nazmi Hoxha, është Shefqet Hoxha, është Sami Hoxha, janë dajtë e mi. Sikur që më është vrarë baba i Stërgjyshit në betejën Rusë Turkën në Plevend Bullgarisë, edhe Stërgjyshi im ka qenë pjesëtar i këngritjes anti-osmane me Idris Seferin, dhe natyrisht që s'kemi pasur rrugë tjetër përpos koncentrimit dhe bashkimit me këto grupe që i përmende me Adem Demaçin, me Tush Krasniqin, me Masimet, me Idet, të Recep Molës, të Kadri Zekës, të Nuhi Berishës, të adhetarëve të tjerë të mëdhej janë në banë Kosovës. Pastaj ndikimi i Shqipërisë ka qenë enorm të ne. Megjithatë, ne sot kur po bisedojmë në Kosovën e lirë. Po bisedojmë në rrethona krejtësisht ndryshme. Si ka qenë atëherë motivi ndaj këtyre figurave, frymëzimi nga këto figura kombëtare, sepse nuk ka qenë lehtë edhe të përmendesh emrin e njerëzve të përndjekur ose të burgosur. Unë kam qenë pjesë aktive e lëvizjes popullore të Kosovës. Njerë kam qenë antar i thjesht në vitin 1991 me 4 shkurt në propashticë të Malësisë në Gollokut, në mbledhjen e jashtëzakonshme që është mbajtur, kam ardhur në udhëheqje të organizatës. Domethënë, ne kemi pas strukturë organizative. Ne kemi qenë të organizuar politikisht. Dhe të bësh pjesë në një organizatë politike, patriotike, ahdetare, që e ka pasur përballë lidhjen e komunistëve të Jugosllavisë, lidhjen socialiste të popullit punës, lidhjen e rinisë socialiste, shërbimet informative sekrete, ushtarake e të tjera, nuk ka qenë lehtë, ka qenë shumë e rëndë, por dashuria ndaj dheut, orientimi për ta bërë të lirë e të pavarur dheun tonë nga zgjedhja pushtuese serbe, betimi që e kemi dhënë, gjaku i derdhurit të parëve tonë, lufta heroike që e kanë bërë të gjitha shtresat që nga lidhja shqiptare e Prizrenit, ka qenë motiv që neve nuk na kanë lënë të pushojmë për asnjë çast, po të rrim vazhdimisht në nivel të detyrës. Çka pikërisht? Apo cili është figura, përmendet aspektin nga dajet, e përmendet figura të ndryshme, çfarë ju ka shtyrë zoti Sulejmani, që të jeni aktivist në lëvizjen popullore të Kosovës, në lëvizje çlirimtare që kanë qenë deri në çlirimin e vendit? Tash pas përfundimit të luftës së dytë botërore ka pasur shumë organizata që e shumë grupe, shumë ahdjetar, patriot që janë organizuar. Po unë mendoj që e vetmja ka qenë lëvizja popullore e Kosovës, ajo që ka arritur me rezistu, ju ka bë ballë edhe burgosjeve, arrestimeve. Domethënë, lëvizja popullore e Kosovës është vetmja strukturë politike, patriotike dhe ushtarake që ka arritur me përballu tërë reprezaljen, dhunën dhe terrorin sistematik që kanë treguar strukturat drejtuese politike jugoslave, e serbën veçanti, dhe ka dalë si heroin e ka kriju Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Cili ishte konteksti historik i asaj kohe? Rrethonat historike, koha, pengesat, po edhe elani edhe vullneti i njerëzve, veprimtarëve që nuk u ndalën në asnjë rrethon në krijimin e këtyre celulave, në krijimin e kësaj lëvizje.
Unë vazhdoj të mendoj dhe jam thellë i bindur dhe mjaft i vendosur dhe mendoj që kështu dhe ndryshe nuk është, që qëndrimi i deputetit historik të Kuvendit Kosovës, Rami Sërnisës, në Kuvendin e Prizrenit, që ka kundërshtuar aneksimin e Kosovës nga Serbia dhe në cilësinë e deputetit ka dalë kundër kësaj, kjo ka qenë baza mbi të cilën e ka filluar aktivitetin adhëtar, politik, patriotik, dhe ka themeluar lëvizjen revolucionare për Bashkinë Shqiptare basa Adem Demoqi. Domethënë, qëndrimi i Ramit Sërnisës ka qenë postulati themelor, kryesor, që është tradhuar luftën nacionale shqiptare, populli shqiptar të Kosovës, dhe ka vazhduar robëria jonë, ka pasur gjendje regjimi ushtarak. Kështu që vazhdimësia e mëtejme, ngritjet dhe rënjet, angazhimi i figurave të mëdha në luftën për liri, kryeherojnë që janë dalluar, përbën atë koloritin e lëvizjeve dhe të drejtimit deri në fillimin e luftës armatosur të Bashkisë Shqiptare të Kosovës. Ndolëm pak edhe njëherë tek lëvizja popullore e Kosovës. Si e shihni kontekstin e themelimit të kësaj lëvizje, sepse nëse shohim e përmendet edhe jo nga lufta e dytë botërore ka pasur lëvizje të ndryshme. Por në një kohë apo rrethon apo me aktivitete në një periudhë kohore janë ndaluar së veprore. Si e keni pa këtë zhvillim të lëvizjes popullore që rezultoi të jetë një ndër lëvizjet më të suksesshme në krijimin e ushtrisë kombëtare të Kosovës, pa përjashtuar edhe lëvizjet e tjera që ka qenë LKÇK edhe të tjera, por lëvizja popullore ka pasur timurin, primatin e udhëheqjes. E ndërruar nëse lëvizja popullore e Kosovës mendoj që është dhe do të mbetet struktura politike, patriotike, e organizuar, ilegale, më e lavdishme në Kosovë. Tashi, ashtu sikur e përbëjnë një lumë gjigant, rrjedha e ardhje të ndryshme që sjellin dhe rrisin fuqinë e ecjes përpara të rrjedhës, edhe brenda kampit ton, brenda politikanëve ilegal, strukturave dhe rrymave të ndryshme ka pasur opinione mendrime të ndryshme, po kryesisht të gjitha kanë pasur një qëllim, daljen nga zgjedhja serbe. Lëvizja popullore e Kosovës ka dalur më e suksesshme sepse ka pasur drejtues të jashtëzakonshëm. Domethënë, drejtues eminent të lëvizjes popullore të Kosovës janë shumë. Tash unë nuk mendoj që të ndalim shumë sepse mbetemi për ditë të tëra duke diskutuar, po mendoj që prej kur është dal Recep Bala nga burgu, kur ka fillimi i organizimit dhe themelimi i Partisë të Luftës së Kosovës, prej aty nis me një ritëm shumë të shpejt ecja dhe avancimi ynë drejt të zgjidhjes përfundimtare. Domethënë, lëvizja popullore e Kosovës ka qenë ajo përfundimi, ajo çarshia mbitort që e ka kurorzuar me ushtrinë shqiptare të Kosovës. Dhe ushtria shqiptare e Kosovës megjithatë është dashur të jetë emri jashtë në Zvicër, me 17 nëntor 1994. Domethënë, terrori, dhuna, reprezaljet, presioni, gjuajtja e shtrigave që ka përdorur UDBA dhe shërbimet përcjellëse të fshehta serbe, megjithatë lëvizjen popullore të Kosovës nuk kanë arritur ta orientojnë drejt objektivit që ajo ka pasur. Dhe ne kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi me fat që kemi pasur në Shqipëri, kemi pasur shtetin tonë, ne nuk kemi qenë të braktisur. Në ndërkohë, fatja ka deshur ta kemi alat kryesor, fuqinë e planetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe jemi këtu ku jemi. Zoti Sulejmani, lidhur me lëvizjen popullore të Kosovës, cilat kanë qenë parimet kryesore, pikat kryesore të kësaj organizate?
Lëvizja Popullore e Kosovës kështu shumë qartë e prerë është platforma politike e rilindësve, e adhëtarve dhe patriotëve më eminent. Ajo bazën e ka pasur televizje të adhëtare më të arrira, të gjaku i derdhur për liri, të kontributet e figurave më të shuara dhe i ka pasur thellë rënjët në popull, të dashuria për atë dheun, ata kanë pasur bazamentin kryesor dhe për asnjë çast nuk e ka braktisur këtë pozicion. Domethënë, Lëvizja Popullore e Kosovës ka qenë një strukturë politike brenda së cilës ka pasur figura shumë të dalluara nga ata që janë gjallë. Për shembull, mund të thuhet që pas Adem Demoqit, pas Metush Krasniqit, pas Recep Moles që është vrarë, Nuhi Berishës, Zia Shemsiut, nga struktura e gjallë e drejtuesve është Ali Ahmeti, figurë e madhe e jashtëzakonshme, është Fazli Veliu, është Emre Xhemojli, është Xhavit Haliti, është Gafur Elshani, ka plot të tjerë, Azem Syla, Adem Grabovci, ma vonë kanë ardhur Hashim Thaçi, Kadri Veseli, pafund, po 3 hallka që e përfaqësojnë Lëvizjen Popullore të Kosovës është Jusuf Gërvalla, Kadri Zeka, Recep Mola, Nuhi Berisha, Fadil Vota, Afrim Xhitia. Lëvizja Popullore e Kosovës është i vetmi organizëm politik që e ka zhvillu luftën brenda në Kosovë. Dhe nga këty ka pasur drejtuesit. Dhe ka pasur edhe një mekanizëm shumë interesant. Ka pasur degën jashtë vendit. Në momentin kur është rrezikuar, kur është bërë pamundur veprimtaria dhe organizimi nga këto i qendresës kundër pushtuesve serb, atëherë është futur në veprim karta dhe dega jashtë vendit ka qenë ajo kujdestarja absolute që në çdo çast e ka ruajtur palcën kurrizor dhe funksionimin absolut. Ka shumë elemente, domethënë pas vrasjes së Recep Moles ka ndodhur në vitin 1985 bashkimshkrirja e madhe e grupeve. Pasi ka pasur rastime të mëdha. Rol eminent ka luajtur Famila Drovsi. Pastaj në vitin 1989 është mbajtur mbledhja e parë në Divjak, ku 10 vite më vonë, në 1999 ka pas Selin, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë shërimtare të Kosovës në Divjak. Domethënë, në këto 2 pozicione, edhe vitin 1985, edhe vitin 1999, Lëvizja Popullore ka qenë e drejtuar drejt për drejt nga dega jashtë vendit. Dhe në të 2 situatat, edhe vitin 1985, edhe vitin 1999, roli krucial, vendimtar, i padiskutueshëm është i Ali Ahmetit të thënë. Cilat kanë qenë aktivitetet brenda, sepse e thatë edhe jo Lëvizja Popullore e Kosovës ka vepruar edhe brenda edhe jashtë vendit. Cilat kanë qenë aktivitetet kryesore, të cilat i ka zhvilluar brenda vendit? Unë edhe si antar i Lëvizjes Popullore të Kosovës, më vonë edhe si drejtues, njëri nga drejtuesit e saj, aktiviteti i Lëvizjes Popullore të Kosovës ka qenë lufta kundër praktikave dhe teorive të partive ose të subjekteve ose të lidhjeve, siç ka qenë LKJ, që i përmenda pak më herët, LSPP, LRSSHJ, të cilat janë munduar ta mbjellin tek ne farën e platformës së jugoslavizimit të Kosovës, të pasivizimit të dashurisë ndaj dheut. Për shembull, më kujtohet ne në shkollat të kaluara në mësonin për fushat e Bukës në Panonit Vojvodinës. Ne kemi pasur fushat të dheut tonë, po ato kanë qenë të pushtuara dhe këta s'na kanë lënë t'i punojmë. Domethënë, Lëvizja Popullore e Kosovës ka qenë e vetmja strukturë politike, patriotike, serioze që e ka përballuar me sukses platformën titiste të LKJ-s. Dhe të shërptorëve të saj në Kosovë, të politikanëve që nuk e ka pranuar këtë platformë. Se ka pranuar. Dhe ka dalur fitimtar. Megjithatë, zoti Sulejmani ka mendime, ka opinionin që në fillimet e kësaj lëvizje popullore dhe lëvizjet e tjera kanë qenë të ndikuara nga lëvizjet
e majta komuniste shqiptare. So ka dominuar kjo frymë edhe so ka qenë motiv, sepse në një formë gjithë sistemi lindor ka qenë njëjtën frymë, por dika në sistemin Jugoslav, dika në Verest, so ka qenë ndikune nga këto rryma të majta në fillim. Më pas shihet një ndryshim që ka ndodhur, por në fillimet e saj. Shiko, unë nuk mendoj që ne duhet ta fshehim, dhe s'duhet, sepse historia nuk mund të ndryshohet. Ne kemi qenë absolutisht të ndikuar nga Shqipëria. E thash pak më herët, ajo është nëna jonë. Dhe ne duhet të jemi në radhë të parë falendërues Shqipërisë. Kushdo që të kishte qenë në pushtet, neve do ta kishim pasur ndikimin e saj. Në rastin kur ne kemi vepruar, ka qenë pushtet e mojta atje. Po e mojta e Shqipërisë për neve ka qenë kombi. Nuk ka pasur aty gjëra ne më morë me djathtizëm e me majtizëm. Neve na ka interesuar lufta kundër Serbisë. Domethënë, shkurt, unë kam qenë pjesë 2 herë delegacionit televizijës popullore të Kosovës në Shqipëri, me 8 qershor 1991 dhe me 15 shtator po të njëjtin vit 1991, në të dy rastet ne jemi caktuar me struktura të larta drejtuese të shtetit atje, dhe në fund ka rezultuar me 17 shtator 91 edhe takimi me Ramiz Alin, dhe Shqipëria na ka thënë armë për të bërë luftë për shlirimin nga Serbia në Shqipëri keni sa të doni. Ka qenë shumë e jashtëzakonshme, motivuese dhe një garancion që ne do të jemi të lirë. Dhe jemi. Zoti Sulejmani, shpeshherë bisedohet apo në opinion flitet që faktori Shqipëri një luftë shkrimtare të Kosovës. Edhe në këtë kuadër po flasim edhe për lëvizjen popullore të Kosovës, që është paralel të kësaj lufte. Si e formuloni ndihmën apo faktorin shqiptar në zgjidhjen e çështjes së Kosovës, në lirinë e Kosovës, në krijimin e luftës shkrimtare të Kosovës? E thatë që keni qenë edhe pjesë e bisedime me shtetin shqiptar në fillim të vitit 90 të shekullit kaluar. Unë për veti mendoj që duke e pasur ne Shqipërinë, dhuna dhe terrori serb mbi neve, ndonë se nga Serbia nuk është kursyer, por ne kemi pas nënë. Ne kemi pas ku të mbështetemi. Për neve është interesuar dhe është kujdesur ajo. Pastaj me kalimin e kohës ne kemi filluar të bëhemi zot të vetes tonë në kuptimin e organizimit. Beogradi dhe Tirana kanë qenë 2 qendra që kanë luftuar njëra tjetrën dhe lëvizja politike ilegale atëtare në Kosovë e mirëfillta, ajo që në luftën e armatosur shqirimtare u bë aleate e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e aleancës të NATO-s dhe e perëndimit që doli hapur mbrojtjet tonë, ka qenë ajo që e ka dashur Shqipërinë. Ne nga Shqipëria jemi mësuar. Faqet e lavdishme të historisë së popullit shqiptar, ne kemi mësuar nga tekstet e Shqipërisë, nga historia e popullit shqiptar që në ka ardhur nga atje, nga emisionet të ndryshme në radio televizionin e Shqipërisë, nga Radio Tirana, nga Radio Kuksi, nga profesor të ndryshëm eminent që kanë ardhur. Domethënë, i tërë aparati shtetëror, politik, i kohës së Shqipërisë, të asaj kohe, këtë diplomacia e saj, ka qenë në shërbim të luftës për liri. Ambasadat e Shqipërisë në Gjermani, në Austri, në Zvicër, madje edhe në Beograd, kanë qenë në shërbim të luftës për liri të popullit shqiptar të Kosovës. Megjithatë ka edhe opinione të ndryshme, të cilat thuhet që flasin me epitete lidhur në kohën e Jugosllavisë. Kemi pas
paga të mira, jetesë të mira, edhe ka pas mbështetës bukur të mirë të titës. Ju ditë më parë keni bërë edhe një postim me titën apo me Enverin. Ku qëndron Ismet Sulejmani në këtë opinionin e tij, edhe ku qëndron parimet dhe botkuptimet e juaja mbi këto dy qendra? Shiko, prej vitit 1945, kur ka përfunduar lufta e dytë botërore, edhe deri vitin 1999, kur është larguar Serbia pas nënshkrimit të marrëveshjes Kumanovës, neve nuk kemi pasur mundësi të jemi indiferent ndaj gjithçkaje që ka ndodhur. Domethënë, gjatë gjithë atyre viteve, pa diskutim që ne jemi në Evropë. Kontinenti ynë nuk ka lejuar, pavarësisht se padrejtësia, dhunat e terrorit ka qenë shumë i egër dhe shumë i madh kundër popullit shqiptar të Kosovës, me qenë diferenca bashkë në mënyrë flagrante. Me gjatë diçka është përparuar. Është detyruar me liru edhe klikat titiste, edhe rankoviqiste, edhe rrymat e tjera antishqiptare, me udhërzu para presionit dhe represionit perëndimor, ndërkombëtar, me na dhënë diçka. Natyrisht që ai pushteti ka pasur edhe veglat e saj. Ne kemi një strukturë të madhe të pushteteve që i kanë shërbyer që nga Tito deri te Miloševiqi në etapa të ndryshme politikës antishqiptare në Kosovë. Për fatin e mirë ndodhen gjithë ato ndryshime, për fatkeqësi e paguam me gjak, po patëm fat, duke ndolur hapur në luftë kundër pushtuesve, u ndihmuam nga latët, më në fund edhe bota e kuptoi që gjenocidi dhe krimet ndaj neve do të ishin shumë më të mëdha, që shtregoi rasti i Bosnjës, po të vazhdonte të mos ndihmoheshim ne që shërohen ata në mëshirë të fatit. Ndonë se populli shqiptar ka dhënë provën në histori që nga Skënderbeu ka ndaj që është popull luftarak, që nuk e ul kokën, atë nuk e ul korrizin. Zoti Sulejmani, kemi një lëvizje popullore të Kosovës, kemi Lidhjen Demokratike të Kosovës, kemi një Shqipëri të lodhur ose tërlodhur nga ish sistemi enverist, kemi një bashkësi ndërkombëtare dhe në kuadër edhe luftat në Bosnjë dhe në Kroaci me vitet e tëra, dhe kemi një marrëveshje të Daytonit të vitit 1995, dhe pikërisht viti 1997-98 fillon një luftë çlirimtare në Kosovë. Cilat janë këta faktorë që e bën në formimin e kësaj lufte? Po e heqëm atë aspektin historik vazhdimsi të çdo kohë që ka pasur veprimtar të devotshëm, por si rrethona kontekste gjeopolitike në Ballkan, si ishin cilët kanë qenë rolet vendimtar në krijimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Unë e mbroj konceptin të cilin ta zëm përfaqëson Ali Ahmeti, që është një nga figurat dhe udhëheqësit më të modern të kohës tonë, se prej vitit 1945 e këndej, ka pasur shumë vol, shumë shtresa, shumë hollka, që e përbëjnë ngritjen me gjithë rënjet që janë evidentuar, edhe e kanë sjellur deri vitin 1994 me javu emrin edhe de jure ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pa e përjashtuar asnjë kontribut, pa i hi në hak e pa i marrë hise asnjë pjesë tjetër. Roli i lëvizjes popullore të Kosovës është roli më i madh, sepse ajo është
emërtusja e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Viti 91, grupet e para ushtarake, pastaj në vazhdimsi ushtrimet, ardhjet, grupet, adhetare të ndryshme, individ, të gjithë kanë rolin e tyre. Edhe Lidhja Demokratike që e përmendet, edhe Partia për Prosperitet Demokratik, edhe Partia për Veprim Demokratik në Lugin, edhe partitë të tjera politike shqiptare në Maltëzi. Sado që Shqipëria ishte e lodhur dhe e cilitur që është e saktë. Mendoj që armiqtë e popullit shqiptar kanë pasur dëshirë të shohin një Shqipëri të lodhur, të raskapitur. Megjithatë, nga lodhja dhe nga raskapitja e Shqipërisë, dashuria për ta parë adheun të lirë e të çliruar nga pushtuesit serb të ne nuk ka ndikuar. Do t'ishte mirë që unë personalisht që më ke përballë mua këtu, më ka thënë bashkë me shokët tjerë që kam qenë delegacion në Shqipëri me të gjithë janë heronj, me përjashtim të Xhavit Halitit që ishte nga Dega. Ahmet Haxhiu, me i vjetër që ishte në mosh, pastaj Arif Seferi që ishte Xhavit Haziri, Xhavit Haziri ishte me funksionin më të lartë, neve në kanë thënë, ne armë keni sa të dëni ju, por luftën duhet ta bëni ju, pastaj ne vim ju ndihmojmë. Deshi fati që erdhi aleanca më e fuqishme e NATO-s, sepse Amerika deshi të na bëjë të lirë e të na shohë të pavarur për shkak të luftës që bëm. Pastaj unë kam dëgjuar edhe një prononcim të ambasadorit Holbrooke, kur është zgjedhur honoris causa këtu në Prishtinë, në një intervistë ekskluzive që e ka pasur në televizion të Kosovës, ka thënë që ndërhyrjen e NATO-s e në mënyrë të veçantë të Amerikës, kur e bëm sepse ja kishim bërë Skënderbeut. Domethënë, të zëm roli i madh në Nesterez tek presidenti Bill Clinton, që i ka thënë ndihmoje popullin tim. Dhe presidenti Clinton i ka raportuar të varri pas vdekjes. Nën popullin tënd dhe kjetë kthyer në dhe. Domethënë, dy pole, dy onë, fillimi dhe fundi. Krejt brenda saj, secila organizatë, secili individ, secili adhëtar, secili patriot, e kemi pjesën e secilit brenda gjithati korpusit madh. Ne nuk pretendojmë që e kemi bërë luftën vetë. Absolut, përkundrazi. Zoti Sulejmani, duke marrë parasysh gjitha veprimtaritë, aktivitetet, edhe atë që e tha tani së fundi, a ka arritur objektivat e parapara Lëvizja Popullore e Kosovës, më pas Ushtria Shërimtare e Kosovës dhe qershori vitit 1999, a kanë arritur shlërimi i Kosovës, objektiva që keni parapo, sepse shpesh këto organizata kanë pasur synim bashkimin me Shqipërinë. A është ëndër e realizuar, të themi më thjesht? Shiko, nuk e kemi realizuar ashtu qysh e kemi mësuar, qysh e kemi lexuar, qysh e kemi dëgjuar bashkimin kombëtar. Por Lëvizja Popullore e Kosovës ka realizuar shumë nga programi i saj, sepse e ka themelu duke marrë për bazë kontributin e krejt historisë dhe të aktorëve, faktorëve të saj brenda deri tek viti 94-17 nëntor në Arau të Zvicrës. Pastaj e ka bërë në vitin 2000 në Lugin të Preshevës, Ushtrinë Shërimtare për Preshevë me Medveshje Bujanovës, dhe në vitin 2001 e ka bërë Ushtrinë Shërimtare Kombëtare. Domethënë, Lëvizja Popullore e Kosovës nuk u mjaftu me largimin e Serbisë në qershor të 99-s, pas nënshkrimit kapitullues në Kumanov, por e vazhdoi dhe ne kemi pasur rezultate të prekshme në mënyrë të veçantë në Maqedoni të Veriut. Domethënë ka qenë arritje të mëdha, ka përfunduar
ose është orë deri në nivel që ka qenë kryetari i Parlamentit Shqiptar, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Shqiptar në një periudhë, përjashtu ministra e struktura drejtuese. Qysh ka qenë për shembull edhe kryeministri Abazović në Maltezi, ndryshimi është jashtëzakonshëm, është pozitiv. Këtë është kontributi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Zoti Sulemani, për fund, lëvizja popullore e Kosovës e thamë që ka vepruar në ilegalitet. Por erdhi një kohë që krerët e lëvizjes popullore të jenë për institucione të ndryshme. A është folur, a është shkruar në mënyrë institucionale për këtë lëvizje, apo edhe kaq vite pas luftës, edhe kaq vite pas pavarësisë, lëvizja popullore e Kosovës po mbetet në dëshirat e njerëzve veprimtarëve që kanë qenë pjesë e lëvizjes e nuk ka hyrë në analet institucionale që të shkruhet për këtë lëvizje shërimtare. Faleminderit. Kjo është për admirim që po ta dëgjoj këtë pyetje që po bën. Lëvizja popullore e Kosovës, për fat keq, akoma nuk i ka të shkruar historinë e saj. Mungojnë, domethënë. Ndërsa duhet presim edhe pak. Ndërkohë që, ashtu sikur e thatë, një strukturë e madhe drejtuese se ka qenë në pushtet. Megjithatë, lëvizja popullore e Kosovës mbetet një nga lëvizjet më të mëdha dhe më të fuqishme që e ka ndryshuar realitetin ekzistues. E ka shpërthalluar një strukturë të tërë organizatorësh, e keqbërësish, e kriminalësh, e atyre që na kanë bërë gjenocid, që na kanë shkaktuar plagë pafund, që na kanë shpërngulur nga dheun, që na kanë vrarë, e kanë dashur të na shfarosin. Domethënë, lëvizja popullore e Kosovës në njërin anë, bashkë me ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe me faktorin Euroatlantik, me Shtetet e Bashkuara në ballë, e kanë mposhtur perandorinë ruse, e kanë mposhtur Federatën Jugoslave, e ka shpërthalluar krejt boshtin e të keqes që e ka mbjellur pushteti serb në krye me Miloševićin dhe struktura tjera. I ka shpërthalluar planet dhe projektet antishqiptare. Plot elaborate ka pasur për të na shfarosur neve. Pafund, Çubriloviçi, Andriçi. Për shembull, ata neve kanë dashur me na nxjerr që ne jemi strukturë dhe shtet e popull, në fakt në fillim jo shtet, po popull po fundamentalist. Nuk ja ka arritur. Nuk ja ka arritur. Ne kemi pasur në Nën Terezë një argument fuqishëm përpara botës, e kemi pasur Anton Qetën që i ka pri pajtimit popullit shqiptar, dhe kemi pasur pjesëmarrjen në luftën e armatosur shërimtare të shqiptarëve katolik, që kanë qenë një pasuri shumë e madhe, që e kanë bërë të fuqishme mesazhin edhe luftën tonë. Nuk e di, a keni dëgjuar ju? Unë në kohëve të fundit kam qenë mjaft shumë i angazhuar rreth ndriçimit të kontributit të një nëne shqiptare katolike në fshatin Brus, që i ka pasur 3 djemë në ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ka qenë krejt familja e angazhuar në luftë, që kanë shku mbi 300 ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kanë gravituar në shtëpinë e tyre, që janë ushqyer 7 dëshmorë të dheut në shtëpi, që kanë qenë 3 komandantë zonave, komandantë brigadave, mjek eminent, dhe nuk është shtetëtuar kur. Zoti Sulemani, faleminderit që ishe pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit shumë për ftesën, mirupafshim. Shikues të nderuar, faleminderit nga ju që ishe pjesë e emisionit Pult në televizionin Arbëria. Mirëmbëjtje dhe shihem në emisionin e radhës. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.